Dhe është një kënaqësi të jem sot këtu në këtë lancim të programit, për cilin ne kemi kohë që punojmë, kemi një kohë të gjatë, relativisht gjatë. Kjo fillon që nga viti kaluar, kur ne fillimisht e lançuam programin me terma më të ndryshëm, se sa këto që sapo prezantoi ministrja. Natyrisht që vlera totale është 250 milionë në shprehur në lek, euro që ne kemi vënë në dispozicion, por nëse do të shohim sukses dhe është ajo që ne presim në financimin e ndërmarrjeve të bizneseve të vogla dhe të mesme, sigurisht që ne mund të arrisim vlerën e financimit dhe më shumë se 250 milionë. Ky program është bërë qëllimisht për të mbështetur programet e bizneset e vogla dhe të mesme. Ajo që ne kemi parë në VMC, me kënaqësi kemi konstatuar që kreditimi, sikurse u prezantua nga ministria, në vite ka ardhur në terma rritje. Kemi një rritje 15% për bizneset privat të kreditimit, por nga krahu tjetër ne kemi gjithashtu likuiditet të tepërt në sistemin bankar. Sistemi bankar, sikurse prezantojmë vazhdimisht, është overliquid, pra me të pris likuiditeti, raporti i kredis me depozitat është akoma në nivelin rreth 50%. Pra sigurisht që ka potencial të mjaftueshëm për të financuar, për të kredituar bizneset e vogla dhe të mëdha gjithashtu. Natyrisht që bizneset e vogla dhe të mëdha janë shtylla kurrizore, të vogla dhe të mesme janë shtylla kurrizore e ekonomisë, që përfaqësojnë një potencial jashtëzakonisht lartë punësimi dhe zhvillimi. Për këtë arsye ne rishikuam programin këtë vit, rishikuam në drejtim të afatit, zgjatëm afatin deri në 10 vjet dhe gjithashtu të shifrës që u prezantua deri në 2 milion euro për shprehjen e euro, që është një oportunitet mjaft i mirë për gjithë bizneset për të përfituar. Programi ka dy avantazhe shumë të rëndësishme. E para është norma e interesit. Norma e interesit, nëse do të mbulohet me garancinë bankare të qeverisë, është 2%. Është jashtëzakonisht tërheqëse dhe favorizuese. Dhe sigurisht që edhe nëse nuk do të mbulohet me garanci sipas kriterëve të riskut, është 3% që përsëri është një normë interesi shumë e mirë. Në krahun tjetër, lidhur me kolateralin, ato bizneset të cilat do të plotësojnë kriteret, do të kenë një mbulim më 70% me garanci sovrane të qeverisë, që përsëri është një lehtësi mjaft e madhe. Unë nuk dua të zgjatem, ne kemi prezantuar programin, ministri i dha shifrat, thjesht do doja të përfitoja nga rasti, si bëja thirrje bankave që të ishin proaktive, ta shikojnë shumë seriozisht se ka një potencial shumë të lartë, jo vetëm zhvillimi dhe kreditimi, por dhe diversifikimi të riskut për vetë bankat dhe gjithashtu dhe biznesit për të qenë sa më interesuar për të aplikuar, për të përfituar nga ky program jashtëzakonisht atraktiv.